Nëse nuk do ishim ne në qeveri, do ishte Këneda me Bufin, që e lanë Shqipërinë pa asnjë spital, po pa asnjë pavion spitali që të meritoj të quhet i tillë. Imagjinoni çfarë do bëj me Covidin. Parafituroheni çfarë do bëj me Covidin. Dhe natyrisht ne nuk dolëm në luftë me Rusin, por ama çfarë ndodhi atje, po për një periudhë kur u godit shumë rënd gjithë sistemi i furnizimit me energji, ne bëm atë që jo vetëm nuk e rritëm një qindar çmimin e energjisë, po e kapërcyem atë krizë dhe jemi vetmi vend në rajon, se në Europë s'bëhet fjalë, Europa ka të tjera situata, që kemi ullur çmimin e energjisë në 10.5%. Dhe ndërkohë Jagu është Durrësi i cili sot është një kantier që vazhdon me projekte nga veriu në jug, nga lidhja në perëndim e qytetit. Vetëm sot nga mëngjesi kemi parë 4, 5, 6 kantiere, ka edhe të tjerë plot që do të vazhdojnë, dhe siç ju kam premtuar, kur kemi marrë mandatin e tretë, ju kam thënë që do ta mbështesim Durrësin dhe do të bëjmë në Durrës më shumë se në të gjitha ato mandate më parë, dhe po të shikosh shifrat, përjashto tërmetin që ishte një anomali, po të shikosh shifrat, kështu ka ndodhur vërtet. Dhe dua ta them këtu sot, sepse Durrësi është një nga qytetet që e ka pas gjithmonë problem ujin e pishëm, dhe historikisht, jo në kohën e tranzicionit më parë, po edhe në kohën e komunizmit nuk ka pas kur ujë, 24 orë, e ka pas gjithmonë ujë me orar, e ka pas gjithmonë me probleme, e ka pas zona të tëra që s'kishte ujë fare. Dhe sot ne jemi në Bashkinë e Durrësit me nivelin më të mirë të furnizimit me ujë, kemi zona me 24 orë ujë dhe me investimin përfundimtar që do të bëjmë, që janë firmosur të tëra, janë bërgati të tëra projekte kështu me radhë me agjencinë franceze për zhvillim, ne do ta përmbyllim në mandatin e 4 edhe këtë problematik.